Do të flasim për klubin e futbollit të Trant Olimpik, i cili po vazhdon ndeshjet në Ligën e Malit të Zi, dhe unë kam kënaqësi që të kem drejtorin teknik të këtij klubi, zotri Damir Karastanović. Përshëndetje, mirë se na vjen në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Vazhdon, le të themi, ajo lufta për të filluar edhe për të qenë pjesë e ligës së parë, apo jo? Por deri tani rezultatet janë mjaft të mira, na shpjegoni pak më shumë cilat ndeshje janë luajtur, si janë rezultatet edhe ku qëndrojnë. Po, domethënë na kena filluar domethënë këtë sezon në dytën ligë, jemi përgatitur shumë mirë dhe pas këtyre 17 xhirove jena parin vend në tabelën ligën e dytë malezeze. Si u arrit që të jeni në vendin e parë? Kemi bërë ekipin mjaft të mirë, domethënë gjithashtu stafin teknik kemi shumë të mirë, trenerat i kena përkrah edhe trenerat tonë pi Ulqinit, si janë gjithashtu bashkë me kryetrenerin Nedeljko Vlahović dhe Bojan Golubović prej Podgorice, domethënë tanë trenerat tjerë janë prej Ulqinit dhe ai është një saj suksesi mas i këtij klubit. Ne si udhëheqësia domethënë dhe udhëheqësia lokale në komunën e Ulqinit në krye me kryetarin Gencin Imanbegun ishte në napin përkrahje të fortë, domethënë përkrahje të mëdha dhe këta rezultatet se si kena bërë gjithë së bashku domethënë bashkë me tifozërinë tonë. Ishte, mund të themi, një përzgjedhje e mirë që vazhdohet kjo ligë me trajnerët e Ulqinit, me lojtarë nga Ulqini, rezultoi suksesshëm apo jo? Po, njështoj ishte. Domethënë gjithashtu edhe kryetari i klubit Skender Exha ka potencuar domethënë atë gjatë, domethënë si trajnerët e Ulqinit lypen mu angazhu më tepër me fitu licencat dhe me marr pjesë në stafin e teknik në klubet tona. Domethënë se deri tash shumicën e kena pas prej Malit Zi, domethënë ose prej jashtë, shumë pak kena pas pi Ulqinit, por prej kësaj vjete edhe me punë me fëmijë si kena, se kena përmi 200 fëmijë në shkollë futballit, juniorave, kadetave, pionirave, kena tanë trenerat dhe tanë stafin prej Ulqinit. Kjo është për të lavdruar edhe për të duar trokitur. Nëse shkojmë pak tek ndeshjet që janë zhvilluar deri tani, Damir, cilat kanë qenë ato, le të themi, më të lehta në thojza, më të vështira që të mbahet vendi i parë? Po njështosh për këtë ekipën seniore si është ma kryesore, domethënë në dytën ligë malezeze, aty kemi 10 ekipa në dytën ligë, dhe secila lojë ka qenë shumë vështirë, edhe me të mraptin internacionalin si është i kena fitu në lojë një këshiqit kur kena luajt 0-1 mraptin minut, Valentin Rudović i ka napat gol dhe nuk ka qenë as pak kallaj. Domethënë tanë tjera ekipa një sajnë të mira, tash kena luajt një derbi në Podgoricë me ekipën e Komit, si kena luajt 0-0 dhe kena mbet në parin vend dy gjiro kena deri në këtë gjysmë sezon dhe besom se edhe këta dy lojat mrapta do të vazhdojmë me fitore dhe të mesim këtë parin vend. Sa pikë kemi diferencë? A rrezikohemi për vendin e parë? Rrezikohemi, po kemi 2 pikë diferencë, por kemi një lojë më pak. Domethënë, nëse fitojmë këtë lojë me Internacionalin në shtëpi, shtunën 1 sati, në teren vet, domethënë aty shkom 5 pikë përpara dhe atë mraptin lojë kena domethënë si joker, domethënë si mundena mu dallu pi ekipëve tjera. Gjithashtu kishe theksu edhe suksesin kup. Kemi kalu në gjysmë finale dhe ishte suksesi historik për Ulqinin se kur s'kemi qenë ekipi i Trantit në gjysmë finale kupit dhe aty kemi fitu ekipin e Petrovacit, si ishte paren ligë, si ishte ekipi favorit, ekipi për Evropë kanë bak si mjet ekipin, por në atë mërkuren e kemi fitu në një lojë fantastike, 2-2 kena luajt edhe në penala i kemi fitu. Domethënë pranverën presim kup në gjysmë finale ku do të luajnë dy ndeshje, një në teren ton, në Ulqin, një në teren si Muzafir. Domethënë edhe aty jena në lojë dhe ata 3 ekipa tjera si janë tanë prej Pares League, Dečići, Jezero edhe Mornari prej Tivarit, dhe ata gjithashtu janë të favorita, por edhe ne kemi ekipën shumë të mirë dhe besom se me një kolektiv dhe mundena edhe me fitu atë ndeshjet edhe me hyrë në finale kupit.
Vazhdojnë sukseset në gjitha fushat. Sa ndeshje kemi luajtur në shtëpi, nëse themi kështu në Ulqin, sa janë luajtur jashtë, si janë kushtet e terrenit të ri, është bërë një hap pozitiv dhe në këtë drejtim? Kemi luajtur 17 loja deri tash, 9 loja kemi luajtur në terren vetë shtëpi, 8 loja kemi luajtur jashtë, kushtet i kena shumë të mira, kurs kanë qenë kushtet më të mira në Ulqin për për infrastrukturë që se flasim. Stadioni ishte shumë i mirë dhe këta shinat si kena pas shumë të mëdha me poplava gjithseku, tereni ka qenë i përgatitur pa asnjë kritik, shumë tereni shumë i mirë dhe drenazhi ishte i bamun shumë i mirë, sidomos tribinat, mas me fol se gjithmonë kena nejt në për drasa, në për ograda, në për tasina, për para, për të shikeme edhe karigat të tana dhe jemi shumë knaqën me kushtet si në ka mundësu njësaj edhe komuna si donator kryesor dhe me thanë si udhëheqës si klubit. Ndeshjen e radhës thamë që është të shtunën në ora 13 në Ulqin. Pa. Pas asaj? Ndeshja e radhës ishte në ora 13 në Ulqin, kishe thirrë tanë tifozat të vinë dhe me thanë me përkrah ekipin tonë një sati, 13 dhe me thanë lu me ekipin e internacionalit, ekipit funit, por ma të zorshme janë ata lojat si janë pikë të garantumuna, unë e di atë, dhe shumë zorisht me fitu diken qofse për para thu e kam të fitumun lojë, dhe me thanë aty kemi me lujt në fitore, dhe ma vonë të Merkuren, një sati kemi Danilograd lojën me ekipin e Iskrës, e cila në ka fitu këto 1-0, dhe gjithmonë kemi tradit shumë zoshme me ta, dhe gjithmonë lojnë me 100% kundër neve, dhe atë lojë që se fiton besom se dahen në tabel një 5 pikë para dytit vene dhe jemi kandidat kryesor për me hytë parë në ligë. Si po mbajnë djemët e Otrantit gjithë energjinë për të fituar edhe për të vazhduar që në vendin e parë aktualisht? Aja ishte atmosfera ishte kryesore, dhe me thanë, unë kam lujt njësaj futbol kryesore, që se ke atmosferën e ekip, ke 70% gjanave të fitumuna, dhe me thanë, që se s'ke në atmosferën e ekip, gjaba ishte edhe kvaliteti edhe ta, na kemi kvalitet, por edhe atmosfera ishte shumë e mirë dhe kemi atmosferën edhe në kategorinë e trinjve, kemi përmi 200 fëmijë, atë kishe theksu njësaj, shkolla futbolit ka qenë edhe tash në turneun Dors, për këtë weekend për festin e 29 nëntorit, dhe fëmijët janë knaqë atje, kanë lujt bashkë, kanë ba shoqni me fëmijë tjerë normal, dhe aja ishte gjaja kryesore për ta. Dhe me thanë, për dytën ligë na e natë parin vend tësh në këtë tabel, për ligën e junioreve, ku i kemi 14 ekipa, ne jemi 5 vend. Dhe me thanë, jemi me ekipat Zeta, Deçi, Qofë, Këtitograd, Bokelsi, janë ekipa shumë të mira, dhe kja ekipa junioreve ishte shumë e mirë, dhe 5 vend kanë zanë edhe kanë mbledh gjithë 22 pikë. Gjithashtu kadetat, edhe njerë me theksu kategorinë e juniorave, ekipin e juniorave ishte udhëheq treneri Pekovici prej Tivarit me Matunovicin Igorin prej Ulqinit. Dhe me thanë, këtë ekipin e kadetave udhëheq Igor Matunovici, dhe aja ishte në 10 vend edhe ka grumbullu njësaj 20 pikë. Njësaj sukses janë midis tabele dhe kur s'kemi pas kategoritë të rinjve me sukses më atë mirë. Gjithashtu pionirat, në udhëheqësin me Halil Dali Trumes, ata janë momentalisht në 4 vend, dhe ka grumbullu 13 pikë, dhe njësaj kanë konkurencën shumë e fort me Bokelin, Arsenalin edhe Budven. Dhe ata kanë grumbullu njësaj shumë pikë. Gjithashtu kishe theksu se kemi edhe golshenusin më atë mirë, normal pi Ulqinit ishte Valentin Rudovic, a i ka napë 9 gola deri tash, edhe ishte në parin në listës e golshenusve në ligën e dytë, dhe Aleksandr Vujačić ishte me 8 pikë. Në këta 15 golshenus më atë mirë kemi dhe me thanë 4 vetë, ishte Valentini, ishte Aleksandri, ishte Danin Talović dhe ishte djaloshi jonë prej Ulqini i saj Halil Muharemović. Një sukses kur përmenden vetëm kaq emra le themi në gjithë ligën e Malit të Zi. Sa është vështirë kur flasim në total për gjithë Otrant Olimpik që t'jenë le themi aktiv, por edhe të arrihen gjitha këto suksese, si për seniorët, si për më të rinj, kadetët,
A është vështirë kur janë të gjitha ndeshjet për një herë, se menaxhoni këtë pjesë? Ishtë shumë dinamik, dhe me thanë, ne jemi kolektiv si ka bela dhe mate për antar pitan kolektivave, dhe shumë, sidomos vikendi kur vinë lojat, ishtë shumë dinamik, lujnë pionirat, lujnë gjithashtu edhe kategoria shkollës futballit, ku janë përmi 100 fëmijë, ata lujnë njësaj grassroots sistemin, juniorat lujnë, kadetët lujnë, gjithashtu edhe seniorat, aty mlidhen bela me sigurinja 7-8 deshje në vikend, dhe shumë zorisht mi organizuat atan, ose me shku si Muzafir dhe me thanë diku, edhe ne napim tanë si ullëtësia dhe me thanë privetit për me mujtë tanë këtë me arritë, se ishtë puna male dhe ishtë një proces i gjatë për me arritë këta qilime si i kena deri tash për tesh ishtë të vazhdu mirë, dhe besom se edhe këta fëmijë tonë si vinë për Ulqini dhe me thanë 18, 17, 18, 19 vjeç do të bajnë edhe ata përmotimcat, edhe Ulqini ka me pas shumë akallaj ma vonë kur e ka bazën futbolistave për Ulqinit. Ne kemi pasur atë frikën gjithmonë që mos na i marrin. Lojtarët e mirë mos na i marrin të tjerët. Tani me këto sukseset, apo ndjehet le të themi edhe nga vetë lojtarët më të rinj që duan të qëndrojnë në Ulqin, mos largohen nga ekipi i Ulqinit? Po, lojtarët tonë për Ulqinit janë gjithmonë janë emotiv. Dhe me thënë, ata janë për Ulqinin gjithmonë edhe kanë lujtë edhe bele edhe për ma pak pare, edhe për tanë, edhe me thënë për qytetin e vetë, edhe ata shikojnë gjithmonë, dhe me thënë me napë Otrantit më të mirën, po, Otrantit më të mirën se me shku në klube tjera për me arrit diçka për tesh, qofse ishtë pyetje dhe një klub si ishtë më të mirë, si të bele shikan me kalu edhe në Evropë, edhe diçka, dhe me thënë, atëherë na jemi njësaj në të menimit si lojtarin gjithmonë mi përkrah, edhe qofse ishtë suksesi ti, ishtë gjithashtu nesër edhe suksesi klubit Otrantit edhe qytetit normal. E vërtet. Tani, na spjego pak këtë pjesën që ne luftojmë për ligën e parë. Aktualisht jemi në ligën e dytë. Çfarë ndodh nëse Otranti mbetet fitues, le të themi, shpallet fitues në këtë ligë, këtë dytë tashmë? Cilat janë shanset edhe çfarë duhet bëj për të kaluar në ligën e parë? Po, dhe me thanë, ne qëse bajemi fitues këtë ligën e dytë, parin vend, na jemi automatikisht në ligën e parë. Dyti edhe treti vend shkojnë barazh, ata luajnë, dhe me thanë, 2 loja barazhit, si nasi këna lujtë atëherë për parën ligë për me ekipin e Mladosit, ata luajnë me për ekipat prej pares ligë për me hy, dhe me thanë barazhin, edhe ishtë shumë ma vështirë me hy, atëherë na kena ba sukses me Mladostin, se Mladosti tësh ishtë parën ligë, shofim ishtë ekipi shumë i mirë, edhe na atëherë kena ba një sukses historik, si kena hytë parën ligë, edhe ishtë shumë vështirë për mes barazhit me hy, se ata janë ekipat parën ligë të shtugaru, edhe janë shumë ma të mira se ekipat dytë në ligë. Pare, ne kemi shpresë se mesim parën ligë, edhe kemi ekipin parin vend, edhe kemi ekipin për parin vend, edhe të shpabam belja këtë gol diferencen në gjysë sezonit, me pak përforcime në gjysë sezon, edhe besom se me këtë atmosferë të mirë, si e kena mune në me zanë këtë parin vend, edhe me shku automatikisht direkt parin ligë. Ju uroj me gjithë zemër këtë. Tani pas këtyre 2 ndeshjeve, do të vi një pauzë, një fazë përgatitore për të vazhduar, apo si është ky kalendari i ndeshjeve? Tesh kampionati marran me 10 12 muaj, dhe me thënë me 10 december, 10 pa, dhe fillojnë ma vonë përgatitjet me 15 deri me 20 janar, fillojnë përgatitjet për dytën pjesë. Kampionati dyta pjesë fillan fillim marsit, edhe dhe me thanë ekipi do të përgatitet një muaj e gjysë për ata ndeshjet që keme pas në pranverë. Gjithashtu edhe me thanë, si kam thanë, edhe në kup kemi një shansë të madhe me hyrë në finale kupit, edhe ata 2 loja kanë me qenë spektakl në pranverë, ku kemi lujtë kundër ekipit prej pares ligë, dhe me thanë ose Petrovac, ose Jezero, ose Mornari, ose Deqiqi, dhe aty kene me lujtë edhe në teren tonë, besoj se do të mbushim edhe stadionin edhe do të bëjmë një rezultat mirë. Çfarë mësuat nga këto 17 ndeshje deri tani, Damir? Çfarë është mësuar për frymën e ekipit ndoshta më shumë? Po kemi mësuar shumë, domethënë kemi mësuar se puna ishtë tanë,
Domethënë puna ish 90% për tanave, kush pa punë nuk ka kur gja as në sport as kërku talenti është bela 10% nëse atë talenti nuk e përkrah me punën si e bën as kur gja as punësh me vade, domethënë na kena punu shumë prej 7 muaj kur kanë filluar përgatitjet, më avon 8 muaj ka fillu kampionati, deri tani domethënë kemi punuar shumë, gati përgjithësi domethënë ekipa e parë ka punu, fëmijët kanë punu prej gushtit non stop njësaj, dhe ky suksesi ish arrit me atë nivel serioz domethënë edhe me atë nivel pune. Gjithashtu domethënë kishte theksu edhe një herë domethënë edhe për krahjen edhe juve mediave, edhe faleminderit për përkrahje, edhe për krahjen e komunës së Ulqinit, edhe disa njësaj sponsorave si kemi Matë Majtësi na kanë ndihmu edhe për akomoditetin për lojtarëve si Karizma, Portaraj, njësaj na ka bani në ka ndihmu, ata janë domethënë disa prej këtyre matmajve, par domethënë komuna ishte donatori kryesor dhe uhesi. Tani edhe diçka të fundit dua unë, përmendat që kemi 200 fëmijë, 200 të rinj, le të themi që janë pjesë edhe e shkollës së sportit. A ka vend akoma, sepse kur shohin këto fëmijë të rinj që le të themi apo më të vegjël që arrihen suksesën, ndoshta kanë dëshirë. Ka vend akoma në Trant Olimpik? Ka vende, edhe që ose banë ma vende, dhe të banë edhe ma trenera, se veç që kemi 12 trenera për kategorien shkollës futbalit edhe këtyne të rinjve, dhe me thanë edhe tash gjithsesi ka vend se fëmijët normal një për tjetrit vinë mës shokve dhe kanë qef edhe ata mu marrë me futbol, por edhe na jemi gati të shigu edhe ma trenera, ma futbolistët tonë si kena pas, mi angazhu me fitu licencat edhe mu ba trenera prej qytetit tonë, si normal ata nuk dalohen shumë prej qyteteve tjerave dhe me ba edhe na trenera si kena prej Ulqinit. Më vjen mirë që jemi le të themi në atë shkallë që më nuk po diferencohemi nga qytetet e tjera të Malit Zi, e gjitha kjo siç e thatë edhe jo me punë. Faleminderit që ishe sot me ne, ju dëshiroj shumë suksese. Edhe le të jetë e shtuna gjithashtu një gol fitues, një ndeshje me fitore dhe ta arrim ligën e parë. Inshallah. Faleminderit edhe juve për ftesë edhe për përkrahje si bani për ne.